A e dini se një nga familjet më të fuqishme në historinë shqiptare lindin nga një tragjedi e përgjakshme? Një familje që do të sundonte pjesë të mëdha të Shqipërisë dhe Kosovës, që do të nxirrte figura si Lek Dugagjini dhe që do të lindte pas një trashëgimi që vazhdon të përmendet edhe sot. Por pa kush e di se gjithçka filloi me një njeri, emri i të cilit pothuajse është harruar. Një fisnik shqiptar që sfidoi mbretër, u burgos në Itali, humbi pothuajse të gjithë familjen e tij dhe u vra nga vetë njerëzit e krahinës së tij. Kjo është historia e Gjin Tanushit, njeriut që pa e ditur po vendoste themelet e një prej dinastive më të rëndësishme shqiptare të mesjetës. Por para se të vazhdoj më tej, ju ftoj ta pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanalin Histori Epike. Kjo na ndihmon jashtëzakonisht shumë që të vazhdojmë të sjellim histori të tilla të panjohura dhe magjepsëse nga e kaluara jon. Fundi i shekullit të 13 ishte një kohë e trazuar për shqiptarët. Perandoria bizantine po humbiste kontrollin mbi shumë territore, mbretërit serb po zgjeronin ndikimin e tyre, ndërsa në Bregdet kishin zbarkuar anxhuinët francezë të Karlit të Parë. Në këtë mozaik luftrash, aleancash dhe tradhtish, fisnikët shqiptar përpiqeshin të ruanin tokat dhe privilegjet e tyre. Mes tyre gjendej edhe Gjin Tanushi, një fisnik që zotëronte territore në ndërfand, krahin që përputhet me pjesën më të madhe të mirditës së sotme. Ishte një zonë e ashpër malore, e mbushur me lugina, gryka dhe kështjella natyrore, ku autoriteti i princërve vendas kishte më shumë peshë se urdhrat që vinin nga oborret e largëta mbretërore. Megjithatë, dihet pak për vitet e para të jetës së tij. Emri i Gjin Tanushit shfaqet qartë në dokumentet e vitit 1281. Ajo që e bën këtë dokument në veçanti interesant është titulli që ai mban. Në dokumentet anxhuine ai përmendet si Dukem Gjinium Tanushium Albanesem, që në përkthim do të thotë Duka Gjin Tanushi Shqiptari. Ky detaj mund të duket i vogël, por në fakt ka rëndësi të jashtëzakonshme historike. Pikërisht nga titulli Duka Gjin do të lindte më vonë emri që do të bëjë i famshëm në të gjithë Ballkanin, Dukagjini. Pra, sipas shumë historianëve, emri i familjes Dukagjini nuk është gjë tjetër veç se bashkimi i titullit Duka me emrin Gjin. Me kalimin e kohës, Duka Gjin u shndrua në Dukagjin. Dhe pasardhësit e tij do ta mbanin këtë emër për shekuj të tërë. Por jeta e Gjin Tanushit nuk do të ishte as pak e qetë. Në vitin 1281, ai u përfshi në një lëvizje kundër Karlit të Parë Anxhu, sundimtarit francez që kishte shpallur mbretërinë e Arbërisë. Së bashku me fisnik të tjerë shqiptar, Gjin Tanushi kundërshtoi pushtetin anxhuin. Kjo ishte një lëvizje e rrezikshme. Karli i Anxhuve nuk njihej për mëshirë ndaj kundërshtarëve. Kryengritja u shtyp dhe shumë fisnik shqiptar u arrestuan. Midis tyre ishte edhe Gjin Tanushi. Ai u kap nga forcat anxhuine dhe u dërgua në brindisi të Italisë ku u burgos. Mund të imagjinojmë se çfarë do të thoshte kjo për një fisnik mesjetar, nga sundimtari tokave të veta, nga njeri që komandonte luftëtar dhe administronte territore, ai përfundoi pas hekurave në një vend të huaj. Megjithatë, historia e tij nuk mbaroi aty. Pas një kohe, ai arriti të kthehej në Shqipëri, por fati kishte rezervuar për të një fund edhe më tragjik. Sipas kronikanit Gjon Muzaka dhe traditave të ruajtura ndër shekuj në Mirdit, ngjarja që do të ndryshonte përgjithmonë historinë e familjes së tij lidhet me një konflikt të rëndë me Peshkopin e Ndërfandës. Thuhet se Peshkopi kishte treguar sjellje të pahishme ndaj gruas së Gjin Tanushit. Për një fisnik mesjetar, deri ishte një nga gjërat më të shenjta. Çdo fyerje ndaj familjes konsiderohej një njoll që duhej lar.
I zemëruar dhe i poshtëruar, Gjin Tanushi vendosi të hakmerej. Sipas rrëfimit, ai e vrau peshkopin në kishën e Shën Maris. Ngjarja tronditi të gjithë krahinën. Në atë kohë, vrasja e një peshkopi nuk shihej vetëm si një krim kundër një individi, ajo konsiderohej një sulm kundër rendit fetar dhe autoritetit të kishës. Reagimi erdhi shpejt dhe ishte brutal. Banorët e ndërfandës u ngritën kundër Gjin Tanushit, zemërimi u përhap në të gjithë krahinën dhe shumë shpejt konflikti u shndrua në një hakmarrje të përgjakshme. Sipas gojdhënës, njerëzit sulmuan familjen e tij dhe nisën një masakër që dukej se do të zhdukte përgjithmonë shtëpinë e Tanushëve. Burra, gra dhe fëmijë ranë viktim e kësaj hakmarrjeje. Pothuajse askush nuk mbeti i gjallë. Në ato qaste dukej se historia e kësaj familjeje kishte marrë fund. Por pikërisht kur gjithçka dukej e humbur, ndodhi mrekullia që do të ndryshonte rrjedhën e historisë. Një fëmijë arriti të shpëtonte, vetëm një. Djali i vetëm i Gjin Tanushit i shpëtoi masakrës duke u fshehur. Emri i tij nuk është ruajtur në burimet historike, por roli i tij në historinë shqiptare është i jashtëzakonshëm. Nëse ai do të ishte vrarë atë natë, familja Dugagjini nuk do të ekzistonte kurrë. Fëmia u morë në mbrojtje nga Stefan Progani, një aleat besnik i familjes. Ky veprim nuk ishte vetëm një akt human, ishte një rrezik i madh, sepse strehimi i trashëgimtarit të një familjeje të shkatëruar mund ta kthente edhe Stefanin në objekt hakmarrjeje. Megjithatë, ai nuk u tërhoq. Stefani e rriti djalin si fëmijën e tij. Kur u rrit, i dha për grua vajzën e vet dhe e ndihmoi të rimerrte tokat që dikur kishin qenë pronë e të atit. Kështu nisi ringjallja e Dugagjinëve. Nga një familje që dukej e zhdukur përgjithmonë, Dugagjinat u rikthyen dhe nisën të forcoheshin sërish. Brez pas brezi, pushteti i tyre u zgjerua. Tokat e tyre shtrieshin në veri të Shqipërisë dhe më vonë edhe në pjesë të rëndësishme të Kosovës së sotme. Me kalimin e kohës, Dugagjinat u bën një nga familjet më të fuqishme të botës shqiptare. Ndërsa perandoria serbe e Stefan Dushanit filloi të shpërbëhej në shekullin e 14, princerit shqiptar fituan më shumë hapësirë për të zgjeruar ndikimin e tyre. Dugagjinat ishin ndër përfituesit më të mëdhenj të kësaj situate. Ata sunduan territore të gjëra, nga Lezhë dhe Zadrima deri në viset e Pejës, Gjakovës, Gashit dhe Krasniqës. Emri i tyre u bë sinonim i pushtetit në Shqipërinë veriore. Më vonë, kur kërcënimi osman filloi të afrohej gjithnjë e më shumë, Dugagjinat do të luanin një rol të rëndësishëm në rezistencën shqiptare. Ata u bën pjesë e lidhjes së Lezhës, së krijuar nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu në vitin 1444. Luftëtarët e kësaj familjeje morën pjesë në betejat që mbrojtën trojet shqiptare nga pushtimi osman. Pas vdekjes së Skënderbeut, një nga figurat më të njohura të familjes Lek Dugagjini vazhdoi rezistencën kundër perandorisë osmane dhe mbeti një nga emrat më të njohur të historisë shqiptare. Po aq e rëndësishme është edhe trashëgimia kulturore që lidhet me këtë familje. Emri i Lek Dugagjinit lidhet me kanunin, për mbledhjen e normave zakonore që për shekuj me radhë rregulloi jetën e shqiptarëve të veriut. Një trashëgimi tjetër tepër e rëndësishme është edhe rajoni i Dugagjinit, që ka marrë emrin nga familja që dikur e zotëronte. Dhe kur mendojmë për këtë trashëgimi të jashtëzakonshme, është e pamundur të mos kthehemi tek njeriu nga i cili filloi gjithçka, te Gjin Tanushi, një fisnik i shekullit të 13, një njeri që sfidoi pushtetet e kohës, një burr që kaloi burgun, luftrat dhe tragjeditë. Një njeri që pa familjen e tij të shkatërrohej pothuajse plotësisht, dhe megjithatë pa e ditur, ai vendosi themelet e një dinastie që do të mbijetonte për shekuj.
Sot emri i tij nuk përmendet aq shpesh sa ai i pasardhësve të tij, por historia e Dugagjinëve nuk mund të kuptohet pa Gjin Tanushin. Ai ishte guri i parë i themelit mbi të cilin u ngrit një nga familjet më të famshme të historisë shqiptare. Çfarë mendoni ju për historinë e jashtëzakonshme të Gjin Tanushit dhe lindjen e familjes Dugagjini? Na shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarrët tanë.